dish se na po ju pretendana ju, po ju përcjell na në praga të ngel në ter. Dy javë të fjeti ku kjo fer, kur po fjet mojnan, se malim tha, masu mërësit, nana ka me të prit. Nënat asnjëherë nuk lodhen nga pritja. Refreni i këngës fituese në Radio Televizionin Shqiptar Festivalit të 64-t. Diçka ta ndjeu dhe thoshe këngës fituese të Eurovision. Na diçka ma ndjeu në fakt. I shok. Faleminderit për gabimin, faleminderit. Ej, Alice, po kur e vepër. Thank you. Si është historia e tekstit, narrativës së nan, simbolikës së kësaj kënge? Jam shumë i lumtur që ka nis pa plan. Që jam, domethënë, vetë jam koshient që ishte komplet emocion edhe çdo gjë ndodhi pa dashje. Çfarë do të thotë? Desara kishte pa një si tip andret që dëgjote një zot që thote pafshim nan. Edhe për kësaj ishte frymëzu dhe domethënë komplet punën në vedi, s'm kishte thënë mua se o e gjajt, kishte shkruar tekstin. Edhe një ditë bukur, ka kanë gusht mos gabohem, unë isha të ndajt me kitarë në dorë, nuk isha as i plan për ditën, as i lloj gjë, thjesht isha jamming me kitarë, kaq, me kill time. Më vjen Desara më thotë, hey Alice, kështu krejt, shiko, kam shkruar këtë tekstin, edhe okay, se Desara shkruan shumë, edhe i dashuroj tekstet e saj në mënyrën se si shpreh komplet figurat. Lexoj tekstin unë edhe domethënë goditi aq fort sa nuk e di, më vite me marr mamin në telefon, më thonë mam, prit se ardha. Domethënë me goditi fort sa u çova direkt pashi ishte e nevojshme që të shkojnë në piano, sepse unë nuk para prekim për i teksteve, por kjo ma dha, domethënë direkt mishi kokër. U ula edhe direkt, domethënë të janë të gjana që nuk arrit i shpjegoj se si, domethënë janë komplet papion, prap nuk arrit me kuptu se si, edhe mu më doli kjo lloj melodijet, bashkë me bridge-in, bashkë me strofen, nuk e di se si, por janë disa gjana që nuk shpjegohen, thjesht dalin edhe ndjehen. Shkruva strofen, bridge-in, refrenin, direkt e regjistrova demon e parë, marroj aty. E majta edhe po e gjosha vetëm, do më thënë po shijosha vetëm, bashkë me Desaren. Më rastisi që mas një ditet, ose 2 ditë mas ka bojmë, shkova në Shkodër. Edhe më thëtë mami, mami, ke ba në i gjatë, të re, që i të punu për në i gjatë, më thuj planet. Po mami, thëmë vetë, kam ba këtë, shiko, edhe i tregoj demon. Mami e person që e manë shumë vetin, nuk tregon shumë emocion, është për majtëm. Ska, mi dal lot asaj, s'ka shansë. Edhe tregoj kangën, vazhdova, si që tregoj çdo demo. Qa ke, mami, thëmë, sjellë pak, sjellë. Shumë e bukur, mami. Meta u shokova se thash okej, domethënë kjo këngë po realisht ka diçka dhe nuk ishte vetëm ndjesie, se për artistin shkruaj një këngë vetë dhe mendon okay, absolutisht që gjithkujt mund t'i pëlqejnë ose Ana Seltas, secili ka një emocion të momentit që i vjen, por nuk arrin ta dëshmojnë pa edhe një grup tjetër, për me pa realisht është i njëjti impakt që artisti mund të mendojnë se është. Edhe kur nolli kjo me mamin, unë po fillosha me përjetu edhe vetë shumë, nuk ishte raste që e nisha këngën shpesh edhe më jepte një ndjesi, nuk e di, ishte përtej gjithë fort do gjë që unë kisha shkruar më përpara. Edhe është një fakt që mbasi morra vendimin, sepse e pasit nevojshme që unë e kisha dalë mendin që mas 10 viteve do marr pjesë tek festivali këngës, edhe do vi me një këngë që shpresoj të shkoj për Eurovision. Kështu e kisha planifikuar në mendin tim 10 vite. Ajo i duhet ka thorës për. Ja, bravo, është mjaft. Është mjaftueshëm vite që unë të rritem artistikisht, të vi mrapa me një këngë që mendoj që mrapa mund ta
zotnoj edhe Eurovisionin, por që e kisha lanë. Kur doli kjo, thash, jo, e du këtë këngë jashtë, e du se s'bën këtë këngë jashtë, nuk mund t'a lë këtë këngë thjesht me një ose me zerë si single, e dosha orkestrën, sepse ashtu më vite, do më thonë për me tregu komplet historinë, emocionit, tjetë komplet ajo mënyra transmitimit elegant që orkestra i bën. Po ashtu edhe anën pompoze, të në gjanat, gjdo komponent, vendosa, thash herjetit, thash kam ardhur me një këngë. Edhe komplet kjo rrugë është kështu, do më thonë, planet tona ishin kështu, unë shkova këthej. Sepse merë jetin ne po punonim për, ne kishim marru 5 këngë. Edhe ato 5 këngë ishin shumë klab. Energji, vibe. Vetëm vibe, vetëm energji. Edhe unë i vi Arjetit, a di dhe Arjet kam shkruaj këngë, edhe ai po prite me këtë planin që kishim. Me një, sa energji ka kjo, më shumë se tjerat. Ullëm pianon. Sa më ka pa të ullëm piano. Mos ta iku projekti. Dështu më krejtë, Qa banë mor, burr. Hama më li, burr, që pak. Jaknova, absolutisht edhe Arjeti, për që foj ramën dashni tanë kështu komplet edhe i hi me detit në kam. Edhe komplet kjo rrugë, që është momenti që marrë me vendimin për me marrë pjesë, ishin deadline-it, sepse kam dorëzu këngën shumë vonë, 5 minuta ma vonë të dorëzoshim, nuk do ishte pranu, ishin gjana që ne po i bashim kështu shpejt e shpejt, sepse e doshim realisht këtë gjë. Dhe do më thonë ky proces është një lloj historie që unë do më thonë shqyqyr Zoti që të nolli kështu që unë të kuptoj edhe të mësoj që qofse i vërtet me emocionet e tuja, me vetveten, çdo gjë do të transmetohet në mënyrë të tillë. Të shpërblen, patjetër të shpërblen. Do dali, njerëzit kanë më thjesht me marrë emocionet që janë genuine, që të vinë pastër. Edhe kjo më sepse kjo na mungon, Alice, ne na mungon shumë në ditët e sotme emocioni vërtet. Yes. Pra ta gjesh veten brenda diçkaje, qoftë kjo një këngë, qoftë kjo një shfaqje teatrore, qoftë një pikturë, po themi, ti duhet gjesh një gjë që të mban aty dhe ti ke prekur një plag të rënd të shoqërisë shqiptare.